Atëherë mi mrama dëgjues të Radio Dugaxhinit, sot po e fillojmë emisionin Matri, dedikuar muzikës, dedikuar artistëve shqiptar dhe ndërkombëtar, emision që dedikohet përgjithësi jetës, fillimeve dhe gjithçka rreth grupeve dhe artistëve që I kemi. Sot kom kënaqësinë që mysafirin e parë për sonte, fillim të emisioni, që quhet Tribute, ta kem një nga artistët mi të preferuar, qysh në Vezhli, edhe grupin ta preferuar shqiptar, grupin Fisnikët, Agim Gërgurin. Mirë mbrëma, Agim. Mirë mbrëma, mirë si ti. Qysh kemi? Mirë dhe që tash që do kek mirë. Se qa kemi pas ma unë, kurse veç zotja di. Që sekundë është e këtë? Jo, ti trego ma spori mu ka zonë njerë për ambientin, shena sonë të qëto. Po qërëm keni pru mes shokëve të mi, se këta I ka pas një farvak si shokë mirë. Këtë librat I kom dosh, një me I kom dosh. Në adolescencë kom lezu shumë ambient shumë mirë dhe era letër, kër vjen mu më pëlqen ke era libra në shumë. Kone ke pas shtu bi shkrimtarëve? Kom pas shkrimtarë, kom pas gjithë shka, kom lezu qa kom gjetë. Me filozofi, me Platona, me Aristotela, me romana, me stripa, sidomos stripat. Se di këto gjenerata ata din që janë ato cartoons, thojnë anglisht. Jo, bashkë kena me dalë edhe të që kjo pjesa, se mande kena me full edhe për tekstet. Jo, kena me full edhe për tekstet e Fisnikëve. Se përgjithsi e di që disa tekstet këngëve për shembull janë edhe të bazuar prej disa autorëve shqiptar. Po fillimisht unë mas pari, po du me ditë një herë Agimin si fëmijë që shokon se kjo intereson edhe publikot. Po në post për shkrimeve familjarëve, edhe në kështë, sa si manë mana? S'kom ditim, ka një vogël, s'kom dit me menu. Më neshin ata për mu, Jem kom kryesisht I qetë fëmijë, kom lujt shumë me lodra. Kom ka thonë nana ramet I pas shpiti. Shamull rrit që aty prit, ku shke keme kry nëj punë, që kanë që aty më gjojkë. S'levrit si më ka njeri që kem levis shumë. Jem fokusu ma shumë me lojna, me bodën tem të vogël. Edhe kom kalu jetë shumë të mirë, jetë qetë fëminore, edhe se unë jem fëmi ma halës, nuk jem I banesave. Jem lind në lagje, kom jetu në lagje, ku jena rreh, kena lujt me lojna të ndryshme, edhe kena kalu perfekt, më thonë kom pas fëmijë shumë të lumtur. Deri sa erdhë viti 68 edhe masane vitit 81 kur bënën demonstratat e pja ty një anisit u ndryshu gati gjithë shka. Jeta si I rritët mande. Qëre, ta shqinë më mosh madhur dhe nisu mi kuptu dhe sene, kështu që mujna me dole dhe te pjesa masane pëse du ma vonë. Dalim gradualisht. Ta qenë fëmini shumë e mirë, lumtur edhe kom lujt shumë, aden kam pas jarana shok të mahallës që këna lujt shumë, bili kam do video të mëshme, që I ka e gjëru baba, ale pej Vezhlie më marrë me lojna më shumë. E që ajo më ka zhvillu shumë edhe imaginatën teme edhe krejt, edhe falenderej që ato lojna që... Edhe sot konsiderej që fëmija kur e zhvilluat imaginata për tina del nesër diçka shumë, se sa me nejtë në telefon të nditën, na këna kon fëmi që nështë atëre normal që edhe s'ka pas telefona, po që ashtu rrethonat ju në konë, jena rritë që ato rrethonat që kena hypë në për pëmë, përse sot ndo këtë fëmijë të zgëzojnë asë pëmë hypë, asë nuk hypin, asë dinë që shme hypë. Jo që bashkë sot rasisht e pa tani 10 minutë të lirë dyqysh edhe thash unë e kom, e kom afër parkun e qytetit. Thash mos kemi pëmë. E kom afër parkun e qytetit edhe I pash do fëmijë shtu të më ngjitë në pemë. Po perfekt. Do për mua ka shumë okej, do të thonë po I pash reagimin e prindve ashtu që me njerë. Po zhvillohet, po normal. Ajo shumë gabim, po si, kur ki fillu ashtu me u njoftu me muzikën, kur ki fillu me hinë muzikën, se unë e di që edhe me profesion, tamam, qëndron të arti. Qërë muzika, mas pare e marrë me pikturë, normal, me vëzatim. Pe fillorës që marrë me vëzatim dhe kom po talent, që kam talent, se ti nuk e dim pa janis. Normal. Unë e kom dash ma shumë aktrimin, me të kalzu drejtë. Me shësnimin, ti fëmini, kërë nga konë lujshëm, imitoj shumë filma. Okej, qëfar filma? Të asoj kohë, Tarzani, sa që kanë qenë. Edhe erdhë djali Dajs me studiu prej Ulqinit në
Prishtinë, fakultetin e mjekësisë edhe pruni gitarën. Dikun vitin 77. Ka të kujtohet çfarë gitare unë? Ka pak e kam hala, është kineze. Po, e kam hala. Janë shumë. E ruje kam si gitarja parë që piqasoj ndalë zotëria juaj plot kongë masanej. Nga do në kom një gitarë që kom ato thonë për muze me lëmë. Zguzë me prej, kërkosh po bashkë për muze. Thonë e pruni që aty njoftoha hera parë me gitare, formën e gitarës e pashe, preka e këshyra shështët. Akustike? Akustike me telat nailonit. Edhe unë njoftoha me gitare edhe janisa ajme me mësu akordet e para. Për ndryshe e ka emnin Safer është mjek pediatr në Ulqin, përshëndesim. Edhe falenderoj se Petina ka rrjedh gati krejt. Është Toni, po që është ma më rëndësi, unë janisa me përparu shumë shpejt në gitarë dhe në vërtet kur gitarist nuk ju mbo, gitarist, tamam gitarist shumë... Po, e ditë shortë... Po me përcjell vetën teme, me komponu, që aty ju më nalë, ma shumë s'kom vazhdu. Po të kopjoj plotësisht. Edhe që aty filloha, masane në vitin 79, mas njerë mas 2 vjetë që rëshan gitarët të në kohën, e bona kompozimin e parë me tekst Dritro Agollit, që të pëllot gjurma, edhe atina i pëlqej shumë, sa ju konë si mentori jemi, si mësus atin. U që ditë që i këmë pasë une, janë pas 16 vjetë, 15 vjetë, i ri. E komponim, me njerën se gitarë nuk më dull bëllë me mësu veç gitarën, ata është me bëllë diçka tjetër. Edhe bona një komponim, i pëlqej të në qashtu fillovam. Gradualisht do të shkrijem për najnë frashrit, edhe fillon tekstet e para. Që përmene akordet që i kemë mësu, kryesisht për shembull se e di se njoh shumë muzikanta, për shembull edhe gjeneratës tuaj, edhe më tregojnë se sa e vështirë u kon për shembull nëse ke qenë autodidakt po fjala. Po autodidakt. Po, edhe më tregojnë, më tregojnë që edhe sa vështirë u kon për shembull me porosit edhe kaseta për shembull prej Beogradit që i kanë pru për me mësu akordet. Dhe unë i kom mësu për djallit dojës. Po, ai ku ka marrë konstant, do me thonë. Normal, krejt mas pari mësojnë dedurin. Po. Mësa dio. Unë e gedurin e kom mësu. Dedurin e kom, kështë. Edhe solo e parë që i kom rarë shaj gitare e ime, a gjim të jecit prezencës që është grupi ta jenë, ta, solo. Po. Të ne kap shakishtë në shtretë, si të sabi, dhe sa e mësu vetë më shku. Jo, nuk më pas asi kaseta, sen në fillim që atëherë jo, se unë e kom marrë gitarën seriozisht si gitarë, me mësu vesh gitarë, me bo gitarist. Po. Po është me përcjell vetën, me bo, me njerë janë njësa komponime, do mas 2 vjetë me... Po ke pas ma shumë nështë edhe fokusin të pjesa këndimi. Akordet i kom ditë, jo, krejt, qëto që janë G, A, F, adin këto që kombinohen, edhe ma kam mësu atë rotacionin e akordet që përshamë, kërë fillon diçka me A, mësh me kombinu me B, me D, me G, me... Të një nësë është në E, atëre me D, me A, me F. Këtë që të sene fillestare. Po. Edhe qashtu, që ato janë fillimet e para, kështu që më kujtohen. Edhe njësa me njerë me komponu, një njëftu, janë shumë shkollë. Fillore, mas pare me njënin për antarëve të grupit e këm pas, njënin këm pas klasë, Sokoli që është në Amerikë. Edhe Reme që ka qenë tjetër paralele, e kom pas edhe Koj Shqipa, i ka qenë edhe piktoreke, autodidakt. Kur ma ka pa gitarën në shme, tha pas ke tash, a mësën ta me i ratë se kam qef. Tash po, okej, dush me gjetë tash një gitarë, edhe ti që më pas me ushtru në shpe. Po. Ja e gjetë se qërët e akustike e në ardhë ma shpejt. Po. Elektrike të në konë shumë shtrejt në atë kohë, edhe me ardhë e elektrike në problem. Po që të sot të janë. Edhe që kjo ka ra, fisnikët mirën me gitarë akustike edhe sot asaj ditë. Do është ta më ndej edhe me dole dhe te kjo pjetë. Shtrejtin konë gitarët mi bli atëre. Do më thënë që kjo është arsye, pse fisnikët ja kanë Fenderi, alo është shtrejt. Po atëherë konë halo ma shtrejt. Shkur sot me blet dikun 3.000 euro, 3-4.000 euro problem. Edhe atëherë kena me vazhdu me akustike, që ashtu edhe stili u formu shkaku që u konë imponu me për gitarës akustike. Po, bashkë tash masi durim të pjesa fisnikëve, e veshe përmena dhe qëtë pjesën, se bashkë isha kurioz me ditë pse, për shembull, e keni fillu me akustike, ti veshe të regove, po vesh ka të më qysha kujton atë pjesën e formimit grupit. Qërë unë të tregova me Remin jena shoqnu, klas 8, kena marrë pjesë hera parë, garat e shkollave që bëshin në televizion e Prishtinës.
Unë kom qenë me harmoni gojës, e instrumenti parë është jemi, ai jo gitarë. Po, harmoni gojës. Okej. Po, harroj. E shumë e Fylli. Po, si ku morë qas. Unë kom marrë pjesën muzikore me harmoni gojës, 2-3 melodi kom ra për shkollën, ai me pikturë. Ka të këtojnë cila melodi në kolla? Jo, vallaj. Okej. Diçka mësusja që më pat mësu, më pat kallëzu cila melodi me ushtru, ama s'm kujtohet cila. Që kjo është 78-a, ku diun. Edhe, nëse, qaty, tani Remi më ofru, unë e thash shumë bire ke pikturu atë pjesa edhe fitoj që e pika atina. Po. Tëre, kur dullëm për, sa i ka qenë tjetër paralele, kur dullëm prej shkollës, vërtet për televizionit, të arë shpe, se du, në kur arë shpe, një uftu ma mirë e po gitarën, që aty të në filloj. Po me Remin kur erdhë komponimi i parë, se qëre kongën e parë që i kom shkru me dorë temë është konga Foxit, në realitet. Okej. Se 79-ën mungoj detergjenti në Kosovë, për qenë si kriza e parë në ish Jugoslavi. Shkoj detergjenti dhe prit që njerëzit në rënë me morë detergjent, një kuti detergjent për më lasën, te isha me lasën. Edhe më bjen ideja e shkruj një, po melodia ka qenë e huazume për një kongës popullore, në që ku fu tekstin, ja ku me e ka të vetën, po, zhvijin melodi këto më. Po, edhe që aty të si hajgare në shkolle kënojshëm, ma tani erdhë komponimi seriozi pari që ajo në gjurma drejtëra gollit, që i ka në 2 verziona shumë teksti fort. Edhe të bisedu me Remin, tha, a bojmë grupën e të njerë, s'isha as andresha, as manesha me bo grup, as manikja. Po. A kishe për shembull fokusin ma shumë qatë kohë, te piktura, e te aktrimi edhe që përmene, do ishe... Po dhe ma shumë, më interesej këtë qatë kjo pjesa, po unë mërsh ato në kohën me gitare, me muzik, po se kisha andrë me bo këngëtare. Tani, a me formojnë, thash, po e formojmë, adhe ne këshëm tash edhe një shok, një tjetër paralel Vedriu që ka knua aty në grupë, edhe Sokolin që kisha në klasë, u bënëm 4 shok, edhe ja nisëm pahiri me ushtru. U mletë shumë herë të une në atelier të baba, atelier të pikturës, herë të Remi ka pas një dugoj, po s'ka qenë funksionali, veç ka qenë dugoj, asë të mletë shumë. Po. Me që di që kena punu shumë, që është realitet, kena punu tepër. Që ti shumë më lodhë, nëse vullneti i marë. Dhe normal. Edhe dhe sa ardhëm të një të radio për me incizu kongët e para, se vitet e 10-ta, ka qenë në radio-televizionin e Prishtinës, kanë qenë këngëtarë njoftën Sarbe Fizulova, Nezmi Pagarusha, Bedri Islami, shumë këngëtarë tjerë që kanë qenë ekip e televizionit. Edhe veç ata incizojshin tonë kohën, u bëshin këngët pranvera në Prishtinë, ke që o delëshin hitet dhe për tyne. Po dikujna e lindi ideja, po kujna nuk e di, ka qenë me Dibajri aty, i Vzi Krasni që i ndjeri edhe që kanë një që jënë formu do grupe, po hajtë për marëm në radio për me incizu të na kongë tyne, që kanë, do më thonë, kreativitetin e tyne. Edhe erdhen, shkum në atje u lejmë rumë. Edhe audicioni por o konë në televizion e Prishtinës, të me Dibajri, kur shkum në atë 4-8 me gitara akustike, unë atërveç dollë konga, do të shkrijem të venitëm, gjurma, pranë lumit Vale, o ka një kongë, te uta, edhe interpretuam, edhe muj me thonë, duart rokitin e parë për njerëzve të muzikës, botës muzikës, e kena marrë për Nezmi Pagarushës. Ajo ka qenë mrena në studio kur kena hina në të zyre në aty për të u dridhë për tremës. Që shunive, tash për flasim për të ditë. Mira, qëre është një farë treme, adin është një farë të një entuziasmi, adin, a i tha, po, muni me Artur, veç du me lemu të një radio me shkote për me incizu kongët e parë. Masane me Vzi Krasni që kena bashkëpunu, ka shku, a i nga ka marrë atje. Në radio, kena incizu, të producentat ka qenë atër Tomor Berisha, Severin Kajtazi, edhe kush ka qenë tjetër aty. Për na kena punu me Tomor edhe me Severin. A ka qenë si producent, a i nga ka thirë, nga ka organizu në studio, sen. A ka pas për shumë në të kohë, a din sa producenta a i në konën
në treg, se besoj që ka pas shumë. Ka qenë televizionet, këta që i përmena, ka qenë televizion. Pjesë e televizionet. Po, edhe me Diu ka qenë Po. producent. Edhe në therën atje. Po atëre ka qenë kështu, nuk ka pas studiot si të sodit shamu që janë hen nuk të pëlqen e këthen e prenë. Po. Atëre u dufke prima vista që thojnë muzikë, e merë gitarën ullër si kur qëtu, kënon, edhe thot u kry. Me one shot, direkt. Po, të ne hajde mu në shterëcën mi ashtu, Po. mu në shterëcën e pjesë tjetër, po zakonisht fillim, unë i këmë njëzu kongë të para me të pana, gitarë akustike, bas, jo bas nuk ka pas, po veç gitarët akustike të pana, bas ju konë me këto me gitarët jeshtë. Po. E të një vokalin me shtima sa ne, qashto ka qenë. Po aty u dufke me ropë, hera, janë isë fillim deri në fund. Ga bënd du të më janë isë për fillimit prapë me inqizu, se u inqizu kënë traka. E qështu, të jenë kohën ato kujtimet e mija pe asoj kohë, fillim kur inqizume dhe na ishëm vit 3 shkollë mesme, kur dullën kongët në radio. Të u të obo hiti javës, edhe nisën më ndëgju. Tani erdhë koha me shkum shërbim ushtarak, të tretën, shkum 3 antar, njoni met, rejmi met këtu, a i s'mujt me shku, a i shkoj mas 6 muje. E sa kom qenë shërbim ushtarak në Sloveni, do të shkrim apo hiti madhë. Po. E lipshin shumë. Sot alo dëgjohet me të program natës e lipshin shumë. Me qindra njerës të thirë të me ndëgju kongën, do të shkrim të venit. Qështu? A kishëm kënu pak? Pak po mune. Edhe shkja është një për që atë në top 5 kongëve që i kumë përmen. Do të shkryjem është 5 kongëve që i kumë zgjedh. Pa to kemi dëgju. Cilat i kumë zgjedh. Mirë ma jeni? Publikut këshëni. As më thua ç'ke me mua. Faleminderit. Juve! Ha? Do të shkrijem tekstin kush e ka shkruajt? Naim Froshi. Naim Froshi. Kjo është poem. Okej. Poem këgja e gatë, po unë kom shkput një pjesë të vargjeve të poemës Bukuria. Kështu titullohet. Unë po them vetëm e përmena ma herët pjesën e që edhe tekst shumë i marrë edhe prej. Qërek Motra ka studiu gjuhë letërsi, jo letërsi e gjuhë se janë dy.
Edhe erdhë me që tekst kurse arrej edhe mas pari patarë me këto drejtura gollit, se propozimi sajna, ta e kam një tekst mirë. Unë e paj që më nesha me gitarën e bërë diçka. Ajo komponimi parë, kjo është i dytit. Ky erdhë me tekst, më pëlqej që ajo farë poema, se këqyre kjo i ka 2 rreshta të shkurt dhe 1 të gatë. 2 rreshta të shkurt, s'ka refren, s'ka adin që është 2 rreshta... strof, 2 strofat e refren. Kjo është 2 rreshta të shkurt, 1 i gatë. Tash këto është ajo poenta që me nxjerr melodin këtu. Pikërisht, po. Ka pak gitarë, a besën gjysore veç që këmë bëha dhe. Okej, a ke puna i modifikim tekstit? Me më rrit ajo e gata, pëtën? E që është më lindi ideja dhe bona. Po, a ke pas në i modifikim për shembull tekstit që puna me ju përshtat edhe melodisë? Se për shembull, a ke pa kur shkruhet një këngë ose diçka ti nashta idenë ki shumë bukur? Ki 2 variante janë, për shembull, ki kur vjen teksti i gatshëm ti duhet mja bo melodin, që më duket mos është pak ma let nashta për kompozitorin kur i vje teksti. Edhe është varianta tjerë kur ti e bën melodin që kam unë plot në sirtar atje që më rrinë edhe s'kum shkru tekste ale kur që se u problem. Edhe mendimi jam është që duhet mi u përshtat melodis teksti, më thonë, nëse ti veç e ke kompozu melodin, do të me gjithë një tekst që i përshtat qase melodin, nuk shkon teksti shkele shka që shbojnë sot dhe që fusin kata. Ka shumë do të më studiu ajo pjesë, varet çfarë melodia është, a është e shpejtë e gadalshme dhe mi u përshtat tekstin do të çështë. Dhe nuk shkon veç hajt pja qesë sot që i qesin, edhe dri fjallë, edhe... Pikërisht, tash unë veç po du... S'ka përshamu as histori, s'ka as fabul që thojnë, s'ka as tregim, s'ka mrena, s'kur gjëna. Unë tregova dhe atit kur u takum që unë kritiken për këngën teme për shkak marr për arsye që ka pas shumë tekst kënga. Ti për të preshë. Pa, edhe të mundu shumë. Të bo romanat të këtë. Unë me Fisnikët, si vogël, jem njoftu me këngën Zotëria juaj. Që kjo kun kënga parë që unë akum dëgju për Fisnikëve. Besoj që edhe sot është kënga që mas shumë të njerëz ala kërkojnë e dëgjojnë edhe ashtu është si simbol i grupit Fisnikëve. Për këngëve më të mira, po? Po, kalzom ti mu se qysh ka Zotëria juaj, kujt ju ke lutë, kush ta e opciken. Qyre, to akum përmen në krejtë intervistat e mija, është e çuditshme se sa ishëm shkollë mesme, në vitin 82 kjo ka ndodhë, erdhë filmi nga Shqipëria. Ke parasysh? Cili mo? Tingu i lufte. Okej. Edhe, është aty një djallë me violin, është i talentum shumë, po s'ka kushte ai. Ndërkohë, kë punoj ke me një shpit një pasanikut aty, si pastru sena, a djalli ati pasanikut, baba ati e blen një violin. Pa ai, si arroke hec, a ky kur e merë ke, ndjejke violinë aty. Ble edhe a thej një moment, edhe ajo që kemë do këtë Zotri Galipia, që shtë diqka, e ka posaj plok. Të thonë që të fjallën Zotri, që na këtu e këna përdor pa problem fjallën Zotri. O Zotni, o ty, po këtu skandalu shtetin. Atje, të një kohë të nverit, u kam probleme, s'ka pas Zotni, u konë ndalume dhe ke hangër dënim. Sa ti u përgja, shoku agim, po. Edhe, e këshyrëm na filmin kinema rinia ka qenë të të qafa, na shok të shkollës. Po na qysh jena popull revolucionar, kështu adin trend, edhe sidomos na të vranjevcit që jena lema daha. Ja, më se s'jene. Jena ka. Jo, jena sa katu me polisa, jena këna qume ta, po nese. Edhe, në fund filmit, bëhat një fa revolucione atje, e qojnë flamurin e koqë me Shqiponje, kër e pa me qumë në sala në kam krejt. Edhe i më shëshum karrika, që trend, ashtu dole me të entuziasmu më dhe të kështë që... Edhe rrugës të arë më bikin, t'ingre ke që ke Zotri... Galipi. Zotria juaj, ja bëshin kane. Unë thash, dhe në ide e mirë, ama, jo, me përmanas filmin asat njeri, po me këthyën në dashuri. Zotria juaj, pëse se zonë, ju drejtu një zotnis atje,
vajzën tuaj dua edhe për të uaj, edhe në atë kohë një me nuk në leshin me dalë me. So konë problem. Po. Na, del shumë në shkollë, me shoqe, me atje, po, por mu lidhë ma shumë diçka me femën, u duhet ka pak probleme, se baba se leke me dalë kur do herë. Edhe da u lidha të një me qashtu u lidha, pse po më qërtoni, edhe ato këmë shku në kofës. Te, a u bazove në histori tonë personale, a në histori në kuja, kështu më përgjithsi? Jo, shumë jena kontri, halo pa fillu në ato avanturat, se shumë jena kontri, po më pëlqej fjalla, se mu shpesh më binë në vesh do fjallë, që une mu i mi bo tekst kongë, edhe nëse shemë këto vdeksha unë për ty e kom një në Shqipni. Një fjallë. Vdeksha për ty e kom një në Shqipni, vdeksha të qatë mërë kjo, edhe bona kongë, bona bilen jem konë në top festat i pa ta marrë pjesë, me qatë kongë. Po të më thonë që më intrigoj, me shkru diçka lidhe me zotrinë edhe dulë që kjo, zotria juaj. Edhe u pranu shumë mirë, ajo tek 85 të në inqizu, masi që këthim për shërbim të shtara këse. A ka qenë 82 shkrume veç haqër, po deri që i ka orë vakti edhe. E të një sa revolucioni sa bambu me i, ha. E ta shërë, ti vete the që është konga që ta kërkujnë mas shumë ti. Kanë thonë, një gru, kërë më taku në mas luftës në Kosovë, i kalëgjej dikush ta kjo është i grupit Fisnik, vërtet, i ardhë mira, sajna. Ajo më thonë, mëshatore jeme, nështë ma e re. Tha, jo, mëshatore jeme, përsa më s'konë ma vjetër, më s'konë se te gram dhe kina panek. Tha, a gjithë ta ti, qena ka ndodha me kongë tonë, të shë ju? Tha, kur, se deri në Tirane ka ka për Radio Prishtinën, radio. Okej. Edhe tha, kur e qëshin kongën, ta e ullëshim zonin radios dhe i erin minimum, e u afryshëm te ajo altoparlanti me ndëgju të se me bo me në një jashtë dikush i sigurimit, dikush i pengojna se kongën dalume si fjallë. Tha, kështë shumë për dritorin mësë është dikush i sigurimit ka edhe, ta e ndëgjëshëm në heshtje, zotria juaj, se qëto ka ndodhë. Ta është kena me dëgju dhe na në heshtje. Po, hajde. A dëgjojmë zotria juaj. Pja bëjsi në shkolla, arsimtari, unë isha në fund. Qa po shurë ti, këtë ato këtheshin të une, se s'kesh kusht tjetër, edhe unë këthesha ka muri. Se shtë murin e këm po. Kjo bibje që s'ko ke konë shumë i urtë. Se ka fundi zakonisht. Jo, të një jëmë qërë ditë, klas 5. Ke që atë e mo, 5-6. E nisa më morë nisha, se s'kom ditë që enë. A të se ma mirë muzikë. Muzikë 5, sigur. Muzikë edhe artë, vizatim. Edhe edukat fizike, edhe gjuhë shqipe, më falë. Këtoj këm poshtë, që anë 4-5 e kretë nisha, para me ne. Po, a dyqysh, unë menoj që ti eshtë edhe prind sot, ku do që fëmija për shumë ka prirje, si të mos nëse ka muzikë, piktur, fokusin me pas atë. Jo, atëre nuk ka pas kësi sene, kohët socializmit. Mora, alo sot s'ka. Alo sot të mësyrën këtë pesë. Se mi angazhu, mi orientu në drejtim që e dëmë fëmija nuk ka ma mirë. Normal. Qa për i dy, ne mësë ishëm marxizëm në atë kohë. Mbrojtja, qa po më vynë mëre, unë isha artist të vlo. Qa me po? Ku kënë ti GAO? Unë sa kone. Të ki ma... Hajde.
Faleminderit ty. Shumë e duket kënga. Po be, interesant. Do më tregu diçka shumë interesant. Kur i bëni vogël. Ai zotria. Në këtë rast, ti zotria. Jo, është tash unë këngën kur e kam dëgju për shembull, nuk ju kom pa për shembull televizion ose diçka, nuk e di pse ke komplet ndryshe të komendo. Para se. Në era kërnë realisht pranoj se është një fakt interesant. Juve ju kom pa në televizion, po pa ditë kush jeni. As nuk e kom ditë që jeni këngëtar, as nuk e kom ditë për shkakun që jeni këngëtar i grupit Fesnik, e kom njoft grupin. Ti thon që dulaj pa pa. Edhe s'di pse. Ç'ki vronis. Jo, e mendoj se je aktor. Edhe realisht meni e kom pa për hit parë kështu të ju pa edhe gjatë performancës u kon me një televizion në Shqipni. Edhe se kom prit realisht që keni sigurt. Pikërisht e kom prit në dika me flokut gata ashtu. Po, rakere, si i devotshëm. Po. Edhe mandej thash, wow. Këtë komplet ndryshe të komendo. Nëse tash po du me të pyet diçka, se a mund është për na kallëzu në një histori që kemi veç ta marrim qëtu edhe një libër prej Gjencit. Hajde, çfarë kemi këtu? E kemi Lulet e Verës. Ha, që u gjet. Lulet e Verës. Pa, ku jeni inspiru. Na i frosh ta? Po. A është poema sua? Lexona çatu çfarë po fal. Pe fillim dha? Okej. Që në zemër më hyri çpate që më vrave çpate. Pikë pyetje është. Çpate? Çpate. Ç'ne? Nga se pallat jam qarë, po të vërtetën e gjeta. Vetullat më pas kanë vrar, më vrau barku jo shigjeta. Zëmra ka boke. Jote Naimi ka thonë. Në krahërorin tënd është hekur brenda në Argent. Në Argent e ka bo. Në Argenta? Po jogurt, këta gjithmonë. Po shqo, to s'ke qenë gare? Qneti? Dhe në linjë aty krahruar, si në dhe gur i pachmuar, djel zën me rez, vera në qelës të zez, shpirti brënda nër qivure, zot i madh në 4 mure. Do të shkrijem të venitem si kandili kur s'ka vaj. Palë të pluhur do të bëm të më shkel një këmbë saj. E të prem duke putur atë këmbë pasandaj, as më thua që keme mua pse të dua pas kanë faj. Më dëgjë, që to atë këmbë pasandaj, to skrije dhe po edhe gekte për dëmë pasandaj është pastaj. Po. E, kure kënëshin do në Shqipni atë në audicione përshimë pasandale. E që është televizorin me gjumë nëjë gotë kështu, thësha, adin po thujnë tash vja u tranu e gjakë, së është pasandale, është pasandaj. Apëshe është, du më thonë, poem, pjesë e nëzirë për poemës, po. Atë këtej nostalgji, të japi nostalgji. Pse e shumë hidërim, pse në vdekshat ti më qoj vdek dhe imës të prishpun, haj e zeza jetë haj, o veri, pa heq, që kjo një me u konë bombastike në atë kohë, që kjo do të shkrijem të venitem si kanë ditë. Po, kjo është, po flasim për 82-ën. Moti. Se di që a i ka posë që të vizatime atër libra, po... Ja, nuk e besoj. Një konë ma pasë të materiali. Garante kanë zetë të dritra gollë. Ma të but. A ka, a mund si në gotive? Po. S'ka lidhës jena në emision? Jo. Ata mund puna. E vazhdojnë. Ma adin ma natural, po dhe. Normal. Milionë që unë aksejster. A që më bek në i zotërje. Se, po më, ati kështë. A mundesh, a kem mi nda me neve dhe me dëgjust në një moment interesant me grupin, se më përdi që muzikantat përgjithsi kanë momente pa kufi, plus juve që ju ka ra me vite edhe udhtime, në një moment që e manën ment, po gjithmonë moment pozitiv, moment arktus, moment që e kujtoni sa herë të shiheni ose i tregoni dikuj që kjo na ka ndodhur, që kjo kështu. Qëre është ka ku të shkojna, nuk ka rrugë që s'je marrëm, që s'kone, gjithëmos tash jena modernizu dhe na jena bo tash batuta ko ma shumë. Të tregimet, po se po edhe batuta që s'janë edhe për këse.
A një rast po, e kom përmena dhe dikun tjetër, na ishëm në Ulqin, se punojshëm, kena punu për shembull, vitin 96-97, në plazh të vogël të Ulqinit, një restoran aty që është ajo naltë në fund të plazhës. Kena punu 2 herë ka 2 muaj, natë për natë pa nalë kur. Domthon pa pauza. Po. Që ato i na ka forcu ajo, se qëre, edhe fyti lyp kondicionin si kur futbol kër lu. Po normal. Sa ma shumë kënën, të forcohet kondicioni fytit. Edhe, na kënëshëm deri njëtër, në dilë shumë në shasni, në i kafeterinë, dikun deri, kryesorën 5, mëngjes shkëshëm me fjete, kanë herën 7, e u qeshëm një mas ditë. Në u qumë një mas ditë, na, si e ma mirë, ku hake kështu si, kanë do verancina, po. Edhe stash, ku maru gjamija në plazh të vogël, ka qenë restoran aty. Okej. Ko në restoran edhe shkojshëm që aty me pi kafen edhe me hongër najsen. Ka pas një teras jashtë. Jena ko një, më thonë, 6 shok, për pas grupit tonë edhe shok tjerë që vishën që në njoftë muzikantat kretë Ulqinin na folshëm me afrimin, me danin, me kretin jena si familiarizu diqysh. Ndoket kretin në Ulqin kështu e ka nisë. Po, edhe pa atërë mu më ka pëlqy se atërë u konë maratona, natë për natë 12 ditë me punu, u konë ndryshë, u konë ma shëhret, ma mirë. Që sot s'po aplikohet aja. Edhe, që jena konë grupë standard, një afrimi mu qi që u konë tjetër ven, dani u konë tjetër ven, bëdin. Edhe, ishëm të bo muhabet, edhe nga të neve, u konë në një familje, baba, gruja, nana, dhe më thonë edhe 2 fëmijë. Hajshin ata një gjellë, diqka. Edhe une, ta bëshin diqka muhabet. Si muzikantat, edhe një, muzika jo, kjo akordi, jo, kjo ajo. E ktheva krytu në, po këshyri ka, ishin ra rrët poshtë, ka plazha, e esqin. Ama heshtje. Esqin rrët shpetë, mu duk pak e qëditshme, adin qa është problemi. Edhe, une mos i ngojsha këta që po folin, po u koncentrova rrëth me që po ndodhë. Zakonisht bëj që ashtu gjithim i vëmbendë që ka ndodhë. Nështë tam kamet edhe për i mramjeve të kënu këshyrë kusha orë dhe i problema ti me bona i problem. Këti këshyri për i skenës, këtë di që ka ndodhë. Jem në gjari. Edhe i kom quk durët naltë. Qishtu, edhe po më këshyri në herë, qa u bo, tash, Milet! Ka me orë një fry me madhe për Jemenit. Tash Jemen zi që mu tek Jemeni. Dhe kom ju morë kretë dhe me tavolina, me karrika, me ketë qajni këtu kom ju përvi, se jeni cu pesh. A i njeri, me atë familjen që ishë aty, e ka pas lugën që të shtingojë me të më këqyrë. Qa ka këj budala. Po dhe, unë se kom vrejt ato. A i kështu veqë, kështë qa ka, edhe gojnë shtë. Edhe i ulla durët, sa i kom ullë durët. Sa i kom ullë durët, ne? Kërë që kërë arë një fryme e madhe. Po të kallëzej njëtë nuk kom po ma kiamet. A që farë fortunë erdhë. Po vishë farë fuqin ka fjolla. Edhe janë isi, ta mund të karrikat më rrëtullu aty në teras. Po. Edhe në kondo drita lampa këtu që në natën që ndryqojnë. Ranë tokë, ato thy njona, pema u lajke këti në tokë, palmat. Edhe na thash që i kum piktujt se kem të na morë fryma, edhe kjo pjesa restoranit ka pos një pjesë mrena. Edhe hinëm na krejt mrena, dhe i mëshirëm dyrt. Në qëfar kiameti. Edhe unë tash, po këshyrëm na, aty, për këthej kryt kënjena, ajo familje ishin ka për ta përdore. Gruja, burri dhe 2 fëmijë. E më këshyrshin mu, jo jashtë. Atë njëshën për shau? Te i mare që ati unë, edhe, e thasha vetë me vetim mja bo bë, a din kështë të njerë kishin qashtris, po s'ja bo në tash se... Edhe kaloj qa e farë krize, mas një kohë këta shok, ta jebërë normale, qa... A dite që po vjen, janë nisën pytje, tash jo, vëlloj, tash vëq... Di që shmu dha, pa lidhi, pa kërfar lidhi. Ndodhin sen, koincidencë. Ngjarje vërtet. Si i dërgum i Zotit. Ne i detalj po dalim, po vazhdojmë prapë, po folim për pjesën e muzikës. Akim, a ka në këngë të fisnikëve që të lidhë ty me jetën tonë personale? Qëra, dhe në qysh, gati ato krejt lidhin në farë mënyrë. Po. Po tek që këmë shku bashkë personali jo,
Muj me thonë, të konga shiu nashta është pak një që e kom kushtu grus tem që e kom sot, po më në ato se e kom 3 atëre. Se na kena folë me telefona fix. Me telefona fix jena morë vesh kër jena dole takim edhe ose jena morë vesh sot po shiu mas 5 dite filan venin. Mirë që më përnë ke memoria të shumë. Edhe me si s'pret që në orë që a ditë për shku mund drejtë mua se. E që shtu konë jeta atëhere, muj me thonë shiu më lidhë ma shumë, të tjerat jo që atë nuk kanë ku me ditë. Ma shumë jem, a ditë qysh, unë jem shësnu shumë e njerëzi, shokët e mi më kanë tregu nej në gjare, nej kanë ndodhë diçka atyne dhe mu më pëlqeke se bëjke mirë për tekst. Dhe në kur të vjen pleqëria edhe e tjera, kongë të uta është shamull, kongëve të para, ato Remi e ka dash një femën, e ka pas emrin të uta dhe pa të më shkru për të utën. Se ka gru, jo? Ja, po e ka pas atë simpati që a dionën atë ko. Edhe zakonisht pi ngjarjeve, pi momente, ose për një fjale që më kajnë trigu mu për shamë si fjale, që qëre për një fjale del një tekst, në për një tekst më bo filme, romane. Atë e interesant. Një fjallë është ajo, zinxhiri që e bon. Po se qëre gjithmonë, të kongët, une, kur këshyri me bo refrenin bombastik. Refreni është baza e kongës, si kongë. Refreni është qaj që ka mund të dëgju. Dhe refreni gjithmonë du më konë qaj që me konë i thjesht e i kapshëm për vesh. Pse po me qërtoni zotëri? Zotëria ka fillon me refren. Po. Fillon konga. Direkt, po. Edhe konga arta fillon me refren. Se na në fillim, unë kom dëgju rock and roll. Prej Beatlesave, kush kanë qenë ato ku, kom dëgju shumë. Rock and roll është shumë i hareshëm, si muzikë, si zhandër. Edhe me rock and roll jena, po tregohen ashtë edhe ma herët, me vazhduna me gitare elektrike, s'kena vazhdu shkoku që pa mundësime me ble gitare, edhe kena vazhdu me akustike. Tani, une, në farë mënyrën kryta me studiuesha momentin, se kur ka bo në atë kohë vitet e 70-a dhe 80-a, se është grupi Trix para neve, edhe Agim të jeci me grupin Aida jënë para neve, mos të folën për vitet 60-a, grupi Marimanga e deri te grupi Mak, Knena Mitrovica, se kretë qytetet e kam pas ka një grup të fort në atë kohë, Mitrovica, Prishtina, Prizreni. Po, pjesën e rokut Mitrovica gjithmonë po, pra, edhe Giloni, e kretë e kam pas ka një grup, një shëpshamu Kaçaniko ka pas Fontanën, Osman Shehet, ka pas hite dhe të mira. Po, mu më ka intrigu kjo muzika e grupit Trix edhe Agim të jeci kam punu me akustike, po e kam pas një zhanër që e ka pranu krejt Kosova. Edhe pse në atë kona kishim, une kompozesha për elektrike, po mu më tërheke që kjo zhanër. Edhe ma vonë une e kum qut, ja kum gjit emnin, edhe më duket ka hi edhe do libra është po përmenet, Pop Kosovar. Në Shqipni nuk eksiston kjo. Ka lindë në Kosovë edhe është pop kosovar është që ky stili i Trixave, i Agim të Jesit, i Fontanës, edhe është i let i kapshëm për publiku e ka pranu shumë shpejt. Edhe unë që aty më kaptën në bazë qatë zhonër kom komponu ma tutje, por që i kom moderu, kom bo pak ma modern, ma ndryshe. Edhe tekst edhe ma talakata, ma diçka ma tjetër. Kom dosh me ndryshu. Për qatë arsye më shkum këtë zhonër edhe kom vazhdu. Jo, unë e bashkë, për që pyta për kongë personale, është se do është ta me ditë bashkë cila është e përmende shion, dhe thetë që ja ki dediku grus. Që që a viknojmë shion. Po, më? Dedikoj edhe sonte. Po, dhe? Unë thash, atëre, ke po tekstin, pse nuk thetë, pse bëho shmi, se këna shti fjallë diçka, pse se më thire me dala, po. Kur po dala. Për nejse, po pëlqej mënyra dhe figurative, se nuk bëho shmi edhe për atë ko. E ke kuptu do më thonë që e një fmi.
që thënë kësë unplugged. Unplugged. Po, a di që shka vet unplugged, po, apet i lidhim, edhe pse në akustike. Unplugged. Pa lidh. Unplugged, ha? Po, plak. A kem qysh njësh, që sot, do më thonë, një pjesë e madhe, po foli për pjesën e gjeneratës juj, që i kanë dëgju këngët edhe i rrit me juve, po edhe gjeneratët e reja që edhe mas 30 viteve, halo i dëgjojnë edhe i knojnë këngët e fisnikëve. Po mirë është ajo, po mendoj, do më thënë ja ka vlejt që unë i kom komponu, i kom bo ato këngë dhe i kom qitë, ja pas ka vlejt. Po. Ata kish ma benjen e? Ja, kur i kom shkru as që ma ka një bile, as unë kom thonë as, jo, hajtë përshkojmë një zu, hajtë përbojmë qëto, hajtë, kur s'ko menu që kome jetu që ka gjgatë si kong, si grup. Se jena aktiv, do më thonë jena prit edhe jetava aktiv, alo. Po. Se ko menu kur. A saj përket saj, para 2-3 vjetë, se na e na konë krejt teritorin e Shqipnisë këna kënu. Nuk ka qytetet qytezë që s'kena kënu. Deri para 2-3 vjetë e në Berat s'ka pas edhe aty kem vjetë. Pas këtë. Kena konë për të Korçës është një fshat Bilisht. Okej, jo nuk e pas edhe të në pi Bilishtit një 4 km është Greqia. Oh. Edhe ajo një qytezë, këna ka ro me kënu atje 3 herë. Herën e fundit vjeta par vjetë më duket. Jo para 2-3 vjetë, qështu? Na thërën një mramje matura ata. Ata për festojshin në shesh. Do më thonë, juve ju kanë thirë mramjet maturës, sa? Bilisht. Bilisht. Banë tjetë sot. Ta është, pa me no, falem, se për dërgoj. Bilisht. Falem për ignorancën që nuk e pasë të nuk regullështë, se nësë mina mi ditë. Në adhët Kosovës nuk e tim krejt, e lemo... Po, ta është i para me no. Juve ju kanë thirë për mramjet maturës, sot të na mramjet e maturës i pojmë me muzikë popullore. Jo, po e vërtet, interesant. Ama na këna kënu, do më thonë, shesh edhe si loj koncerti. Këshim bo shesh binën e madhe, me ndryqim me ketë, zërimin e kanë qitë aty, edhe fisnik t'i kanë thirë, erdhen maturantat, defilun aty për para, një djallë, një vajzë, adin kretë kështu të organizu mirë, edhe në fund të majtë koncerti pej neve. Po tash, qa më ronë sy? Safi parë, që thujnë këta, po është aty, i fëmis, pej 7 vjeç dhe i 2-13 vjeç. Tash ti Bilisht, fëmit 7 vjeç dhe i 13 e kënëshin kongën zotëria juaj bashkë me neve. Qështë neve? Kjo është e ndjenja. Mos të folëm për mosha 70 vjetë që në ndëgjojnë edhe... Po, përsh për ato të pyta, përsh për shamull me një rast ishëm Melia në Gjert Lalzit, në thirën me kënu. Masi që e krytëm, po dolem një burë me një gru, moj me thonë dikun 70 kusur vjeç. A ka mundësi ta një foto edhe një ashtrëngu dorën dhe halal, ju qoftë që unë e kam kujdes kur këne kam qef me dollë mirë gjithë. Jo, nuk kam qef me... Tha dhe na jena rritim muzikën e ju. Thash falë sovjetë këne muzikë, ka horritim më muzikë tonë. Po harrojmë që na i këna bo këtë gjatë vjetë. Mu keshka i thash ati besime bëllës, mu smujta pa kesh, nërsy kesha smuj shadi. Pas që rëmë e edhe këta ko ka rritë më muzikë tonë. Po që të bësh ta, ja kështu e ka. Vëllaj, merdh mirë se 5-7 dhe 77 në ndëgjojnë. Kështu që gjithë më ka orë mirë për qëtë pjesë, po një farë mënyrën është edhe shkaku i kongëve që interesant, unë i më rujtë shumë, mos me fy kërkon në kongë, më rujtë shumë, mos, gjithmonë kur kom shkru tekstin, po s'kujdes shumë sena aty. A beson 100 herë kom fshi resht, aty kom shkru tjerë, kom shkru deri so, u përpunu konga mirë, veç mos me konaj, mu fy dikushja diçkafi. Edhe nëse është, du me pas kujdes. Pse mos mi knu dashurisë pastër që është dashnia ta mangsh? Edhe pse mos mi knu? Kur ka 100 metodat fjale për me thonë asaj dashurës. 101.000 janë. Plot fjale më është me gjithë. Që ku janë këto librat, pak me hullum të gjonë, te për fjale bukra. Edhe pse për tyne mos me dalë kongë, më bo kongë. Edhe ju ndalë për shpirtit. E për atë arsye ndashta edhe populli i ka ndije, i ka kapë qashtu edhe i ka rujt, i ka dasht, dhe na ka dasht edhe neve në basë të kongëve. Po thomë që ajo është. Edhe vazhdojnë ala me këtë dasht. Edhe vazhdojnë, po. Të një gjerat mas generate kanë lind njerës shumë mas kongëve të mija. Kanë lind shumë ma vonë. Kongëve që më kanë hite, kur ata kanë lind, jënë rrit, jënë edhe i dojnë, e kanë zjetë vetën që ato. E qaja është mirë, qaja është formula e suksesit, kur njeri e gjanë
që ti me shpirtit e ke shkruar dhe ke dashur atë kur e ke shkruar ke bo mirë, edhe besoj që çfarë është formula që njerëzit tani e dojnë edhe ata. Që artin e vërtet që çta këtu, që këta janë artista piktorë këtë ka punu pa menu që unë do të bëhem i famshëm. Po kam punu me shpirt. Kryesisht krejt artistat që nuk e kanë synimin, krejt e kanë arritur. Edhe po çata besoj që çaja është. Originaliteti, naturaliteti, edhe është mirë mos mu unë, si agim thom, është mirë mos mu përsërit në këngë, mos me bo këngë. Këngë të mija nuk janë asnjë njëjtë. Shamu do të shkrijem dallon prej zotëria dallon prej ujku të plak, ujku kur të vjen pleqëria. Këtë janë zhonde, adin lloje të ndryshme këngëve që nuk i ngjojnë njëra tjetrës. Për ndryshe, ti e din që të na ka këngëtor që ka këngë copy-paste. Po. E copy-paste nuk e ta shirë me bëjshim pse s'po bëni këngë si zotëria, po nuk e bëj. Do me bë këtë diçka tjetër. Zotëria jetë zotëri. E kupton, e çto. Unë pjesën e parë i kam përmend 5 këngë të mia të preferuara të fisnikëve. Kështu që unë ty po do me pyet, është edhe si pyetja fundit për sonte, realisht u kënaqa. Të kallëzoj kështu drejtën, i kam përgatit disa pyetje, po besoj që veç një ose dy krejt ju mbazu kështu. Kena bo muhabet për qefi, u kënaqa. Po ç'është duhet. Po tash unë ty po do me pyet 5 këngët e preferume të agimit, jo të fisnikëve. Përgjithësi, shqip, anglisht, cilat janë ato që nashta edhe e ke pasur edhe një lloj frymëzimi. Unë më thonë, sa i përket të shqiptarët, unë kam pëlqyer shumë grupi Mak që kam punu. Se e kam përdorur stilin e Dire Straits edhe e kanë tingëllu shqip. Që ato kush e çmon edhe ku ka kritik të muzikës nesër që shkruajnë në kush libra, është mirë me përmend që Hakimi Sini Ndjere ka qenë një vokal perfekt. Më e mirë atë poeta shumë e morë. Sa i përket shqip ka pasur edhe tjera, është edhe Baresha e Nezmi e Bagarusham që nuk ka puna zhandrit, sa ajo është po Rexho Mulliçi që ka komponu mënyrën, kjo që ka kënu rrallë, kush ka mujt me imitu bashkë, me imitu në qatë mënyrë? A din që në atë kohë Nezmi ka pas ato pjesë ku e ka pas mundësin me të regu dhe ambitusin e soj që ka pas si poshtë, si nalë. Po, edhe 3-4 oktava për njëherë nuk është letë, për që ajo është jetë kongë e pavdekshme, ka anglisht ka plot, të unisë prej Hotel California. Grupi Styx nuk dija keni Boat on the River, është një kongë që mu më pëlqen tepër e kanë bërë mirë. So bënën. 4, edhe një. Thua, që ka shkërë. Po tash ka edhe tjera që është Yesterday Beatles, se ata i ku pas edhe si idhuj në fa mënyre e kom njekë shumë, e kom lexoj historinë e tyre shumë edhe që shkam punu, ata mënyrën që shkam punu. Halo sot mirën me ta kritik të muzikës, se tek shta që në zbulu çfarë genialiteti kam pas në atë kohë, edhe tri shumë. Edhe marrin edhe shumë, një farë mënyrë me thonë vjedhje. Kovera po pejtinës. Po kanga Yesterday është kanga ma cover, ma inqizume dhe cover mas shumë me 1000 herë, po e di. Sikur të shkrijmë të nacion është një 20 herë se është. Agim, shumë faleminderit. Faleminderit të juve. Ka qenë super knaqësi, jam knaq. Qëre, me kallëzu historinë komplet, për shembull. Një me du të më najt deri në sabah, se ka momente që ndërkohë të kujtojnë njerëzve dhe artistave. Po, që kjo që është, që apujmë. E mu edhe unë univa mirë, zakonisht gjithkujna i përgjigjem kur më thrasin intervista, se kam nisë ma shumë me dasht me folë se me knu, abden. Po sot shtë në me knu, po. Po ty, adin, se për knojnë, më rame ka jem shëqërjena shpesh, adin. Po bile kam qëtë me kalzu se një histori me lonë diqka, në i laf, se vynë. Në arkiva e lypi njerës të vitë. Shumë faleminderit. Faleminderit për juve. Edhe ty sukses në emision, inshallah. Doket e njësë marë. Po më pëlqen edhe ambient. A që do mi bo krejta, po? Krejt s'to. Shumë ambient i mirë. Me këta jaronat e mi, me librat. Edhe besoj që ka me të ecë marë, inshallah. Shumë faleminderit. Atëherë dashëm të gjua si erdhe me të fundit e epizodit parë të tributit. Ishte edhe njerë shumë planë si ta ke shanë studio Hakim Gërgurin, vokalistin e grupit Fisnikëve. Deri javën tjetër, miru pafshim dhe miru dëgjofshim.